njeriu që jep sadaka, edhe fshehet që të mos e din dora e majtë çka ka dhënë me dorën e djathtë. Kjo tregon se kjo është një lloj apo një shkallë e lartë e sinqeritetit tek njeriu i cili për këtë vepër çka thot Allahu do ta vendos në hijen e arshit të tij në atë ditë kur s'ka hije tjetër për hijesë se Allahu subhanahu wa taala. Po normë ti çka di ti pa te sadakaja. Domethënë duhet me pas sinqeritet ai që jep sadaka. Mirë po ka dikush që jep në sheft. Shkon jep për shembull 2000 euro edhe se merr vesh kurkush. Kjo është vepër shumë e mirë, se e merr vesh Allahu. Mirë po dikush do ta shohin, do sa lejohet kjo sa. Allah gjithashtu në Kur'an thot in tubdu sadaqati fa ni'ma hi. Nëse në mënyrë publike i jepni sadakat, ato janë të mira. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khair. Po nëse i fshehni edhe o jepni fukara, kjo është më e mirë. Dietarët këtu e kanë përmend një moment. Nëse ti me këtë vepër sadakan që e jep publikisht, i nxit njerëzit tjerë që edhe ata t'japin, i motivon, dhe nuk i ke qëllimin që njerëzit me ta përmendse. Me të lavdru, po. Me të lavdru, kjo është, mashallah, shumë është dordhanës, shumë është bujar. Atëherë në këtë rast është, edhe pse, prapse ajo sadakaja fshehurazi, e ka një shkallë më të lartë. Më të lartë, sepse ai person do vetëm Allahu që ta di dhe ai person që ti ka ndihmu. Domethënë ai që është publik duhet me pas parasysh nxitjen e tjerëve, jo lavdimin e tjerëve. Jo lavdimin e tjerëve. Nxitjen e motivimin e tjerëve që ata të ndihmojnë të